Me vendosje në funksion të bypassit të Vlorës, por gjithashtu edhe shtimi të qarkullimit rrugor në qytet, duhet të ndryshohet njëkohësisht edhe sinjalistika rrugore veçanërisht në hyrje të qytetit, por edhe në hyrje të autostradës 100 vjetori i pavarësisë. Nëse ndiqni nga pamjet pas shpinës time, është edhe tabela e vjetër në autostradën e Vlorës, e cila nuk të sinjalizon as pak që është në funksionim bypassi apo ka edhe një të tillë që mund të qarkullosh më lehtë drejt jugut. Kjo bën që të shtohet fluksi i automjeteve të cilat të vizitojnë Vlorën edhe pa qenë nevoja. Vlorën e vizitojnë çdo ditë me dhjetra pushues vendas dhe të huaj që zgjedhin qytetin për të pushuar. Shumë prej tyre janë të painformuar për segmentet rrugore që duhet të qarkullojnë për të shkuar në destinacione të caktuara. Mes qindra pushuesve çdo ditë, ku nuk mungojnë të huajt, ka dhe nga ata të cilët vinë në Vlorë, hyjnë në qytet për të shkuar më pas drejt fshatrave të bregdetar të jugut, si Qeparo, Borsh, por dhe në Himar, apo dhe në Ksamil e Sarand, të titulluara si destinacionet më të preferuara nga turistët. Të gjithë këta drejtues mjetesh janë sigurisht të painformuar se në qytet ekziston një bypass apo një rrugë e cila të bën që të mos kalosh në brendësi të qytetit duke ngecur në trafik, por të qarkullosh në një segment rrugor ku lejohet deri në 90 km/h shpejtësi dhe që nuk ka aq përqendrim të lartë automjetesh. Këta pushues, të cilët nuk janë vendas, shumë prej tyre në mungesë të tabelave dhe sinjalistikës vertikale, vinë drejt Vlorës. Në rreth rrotullimin në hyrje të qytetit nuk ka asnjë tabelë që të thojë se nëse përshkon rreth 180 gradë në të majt ke hyrjen kryesore të bypassit të Vlorës. Të gjitha automjetet që vinë nga autostrada dhe nuk kanë informacion vazhdojnë drejt, pasi tabela informuese në hyrje të qytetit ju tregon se Vlora apo dhe Himara dhe Saranda janë në të njëjtin drejtim, ndaj duhet të vazhdojnë drejt, pa i informuar se ka një mundësi një rrugë alternative të dytë. Sigurisht që pjesa e informimit publik është bërë me anë të mediave informuese, por jo çdo kush mund ta ketë parë dhe mbi të gjitha të huajt dhe pushuesit, të cilët nuk janë të informuar për situatën në qytetin tonë, ndaj sinjalistika për ta mbetet thelbësore. Janë investuar miliona euro në ndërtimin e bypassit të Vlorës dhe asnjë lek për rinovimin e tabelave dhe sinjalistikës rrugore. Kjo situatë ndikon negativisht, duke shtuar sigurisht makinat që vinë drejt qytetit të Vlorës, duke bërë që të ngjesin në trafik në qytet dhe duke lënë tek ta të fundit një shije të hidhur, e cila dëmton vazhdimsinë e vizitave turistike në Vlorë në vijimsi në vitet e ardhshme.